Një pyetje të fundit që lidhet me protestën e opozitës, ditën e nesërme në ora 18 do të jeni sërish në shesh, ka tashmë një ndërgjegjësim mjaft të lartë të ndërkombëtarëve me atë çka po ndodh në vendin ton, ka patur në Komisionin e Jashtëm Parlamentit Evropian shumë deklarata që kanë folur për situatën e Shqipërisë, korrupsioni, Belinda Balluku është bërë kryefjalë, kryeministri, liria e medias, minimi i votës, zgjedhjeve, e rrit vendosmërinë e opozitës, çfarë pritet nesër, një protestë që është diskutuar shumë, kanë ndryshim skenarësh, unë nuk është mendoj që do i tregoni skenarët këtu, po. Absolutisht. Tani, ashtu siç juve për atë pjesën që thotë çfarë po arrihet, se ka shumë kritikë ashtu siç e deklaruat edhe juve, po të shihni protestat të cilët kanë lidhur në vitin 2026, ka një rritje graduale të frymës dhe interesit të protestuesve, por njëkohësisht jo vetëm antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike, por edhe shtresës gri. Rezulton që nga data 24 në datën 10 dhe në datën 20 dhe datës 28, pak nga informacionet dhe mënyra se si po procedohet nga ana e Partisë Demokratike në terren, do ketë një numër të shtuar, jo vetëm të antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike, por nga krahu tjetër edhe njerëzve të cilët janë pak kënaqur në lidhje me këtë qeveri dhe nivelin e lartë të korrupsionit. Padyshim që faktori mbrëmshëm është faktori parësor dhe ne duhet ta theksojmë më të madhe, sepse nuk mund pritet që as Bashkimi Evropian, as Shtetet Bashkuara të Amerikës të japin goditjen fatale në lidhje me qeverinë ose me këtë majorancë. Këtë duhet ta realizojë populli shqiptar nëpërmjet protestave të cilët po organizohen dhe do organizohen në vazhdimsi, dhe unë mendoj që protestat do fillojnë të jenë më të shpeshta, të jenë më të qëndrueshme dhe të kenë kozjate akoma më të madhe, duke mos përjashtuar të gjitha skenaret të cilët sot janë trajtuar. Që nga që kemi parë, nga kryeministria në parlament për bllokim rrugësh. Unë them që me datën 28 do ketë një skenar tjetër të ndryshëm nga 3 protestat e para. Cili është ai skenar? Atë s'mund ta deklaroj se i mbetet, po u deklaru skenari, i bie që të gjithë policia, mediat, gjithçka tjetër e din, kështu që duhet patjetër që të jetë një skenar mistik në rastin konkret. Nga krahu tjetër, ashtu siç e thatë, është faktori ndërkombëtar, i cili për shkak të punës së opozitës, për shkak të dorëzimit të librit të zi të zgjedhjeve, për shkak edhe të kërkesës së Partisë Demokratike në Parlamentin Evropian dhe partive popullore europiane, u realizua dhe misioni fakmbledhës, i cili sot po jep efekte dhe kontributet, dhe po t'i shihni të gjithë deklaratat e deputetëve të cilët kanë qenë në Tiranë, trajtojnë problemin e çështjes Balluku dhe McAllister e tha me të drejtë që është një test kritik në lidhje me heqja ose jo e imunitetit. Dhe po të shihni deri në momentin aktual, zoti Rama ka deklaruar gjithçka tjetër, vetëm për çështjen e imunitetit nuk është shprehur, se po fiton kohë, meqense se afati përfundimtar. Ndoshta edhe po sheh se si do jetë situata në kundërpërgjigja e europianëve, por njëkohësisht edhe protestës. Padyshim që çështja e zgjedhjeve, çështja e vjedhjes votës, çështja e krimit të organizuar, çështja e korrupsionit, janë çështje kryesore që po trajtohen sot në gjithë kancelaritë europiane dhe botërore. Padyshim edhe mënyra se si janë realizuar çastet e Partisë Demokratike në raport me ndërkombëtarët ka një përmirësim të klimës të dukshëm në raport me opozitën, por opozita duhet të tregojë nëpërmjet protestës së datës 28 që është faktor i rëndësishëm së pari, dhe e dyta është një forcë politike e gatshme për të ardhur në. Pra pjesa më e madhe e punës i mbetet opozitës. Absolutisht. Zoti Gjoni, faleminderit shumë. Kënaqësi, faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishim me deputetin e Partisë Demokratike Gjini Gjoni, qëndrojmë me Syri Televizion.